The Odyssey e Christopher Nolan kanë triumfuar në arkën e fitimeve. Filmi ka gjeneruar më shumë se $264 milion në kinemat botërore këtë fundjavë, me $124.5 milion të mbledhura nga 3.919 kinema në Shtetet e Bashkuara dhe $139.6 milion të tjera nga tregu ndërkombëtar, sipas Variety. Kjo është premiera e tretë më e madhe për filmin amerikan gjatë vitit 2026, pas Toy Story 5, $159 milion dhe Super Mario Galaxy Movie, $131 milion, sipas Variety. The Odyssey shënon gjithashtu premierën më të madhe globale për regjisorin Nolan. The Dark Knight Rises kishte arkëtuar $249 milion, ndërsa filmi i paraardhës The Dark Knight kishte sjellë $198 milion, gjithashtu pa u përshtatur për inflacionin.